Jeni sot të shkolla 9-vjeçare Bashkovllasa këtu, edhe më pëlqen shumë kjo bërja muraleve, I kam pik do këto. Shoh duke punu këto fëmijët. Janë me projektin e arbrorës, I kam djeg edhe atje ke lumi. Sa buri bëjnë këto? Shi. Çfarë po bën ti aty? Po pikturoj muralin që ne kemi bërë për shkollën tonë, për shkak se ne patëm fituar një projekt që ishte për mbrojtjen e ambientit dhe ne për ta dedikuar shkollës tonë përfitoren ne bëm këtë mural. Po mirë, paka shumë ç'a ideje ka? Lum, pemë, çfarë ka? Sashtë kjo ka dorën e njeriut që neve këtu që dhuron ujë, që simbolizon që ne mund ta mbrojmë. Dora e njeriut që dhuron? Që dhuron ujë, që simbolizon që mund ta mbrojmë ambientin. Që mund ta mbrojmë ambientin, pra, okay. Ky është vendi. Po. Që domethënë dora e njeriut mund ta bëjë vendin më të mirë. Kto janë fidanat që simbolizojnë se janë mbjell, domethënë këto janë mbjell në tokë edhe do të thonë. Edhe duan ujë. Po, do duan ujë. Do duan ujë. Okej. Kjo domethënë ashtu mund mballin shkollës fantastike fare ti shohë këto të tjerat. Çfarë do bë? Po ti ke cila pjesë do punu ti aty? Unë po bëj barin. Barin, po? Aty, pa të shofi që duke vu penelin aty? Është vështirë kështu për shembull se ky është grafiato me çfarë shoh unë? Po. Muri, a vështirë? Pak a shumë, por Është një lloj si në karton apo? pak më ndryshe. Pak më ndryshe. Por me mundimin tonë ja arrim ta bëjmë Ja, gjithçka. u jep frymëzim kjo për shembull edhe si Kushdo që do ta shikoj këtë pikturë, do të kuptoj se ne do ta mbrojmë më shumë mjedisin duke u përpjekur. A ky është mesazhi që u jepni gjithë nxënësve këtu, sa bukur po. Të gjithë, kushdo që ta shikoj këtë pikturë. O kam lunën këtu. O Luna. Po ajo, a është bar atje, çfarë ato? Atje këtu janë disa bim akoma në rritje, na simbolizojnë fëmijët. Po prit një minutë. A janë munell to apo janë rrushkull? Varet. Varet. Janë rrëshen. Mund të jenë rrëshen kudo, okay? Po, mas bërthe? Këto janë bimet, akoma janë në rritje. Simbolizojnë fëmijët. Neve jemi akoma në rritje. Ne kemi një jetë të gjatë dhe jeta jonë e gjatë është dedikuar që të mbrojmë ambientin. Sa bukur. Ky projekt fantastik ky, ë? Po, mendoj po, është diçka që fëmia po të rritur që ta shohin do maniten. Dhe unë do jem shumë kënaqur se them klasa ime, shoqjet e mia e kemi bërë këtë murale me ndihmën e profesorit. Sa bukur, me profesor Viktorin. Atë do flasim pak me profesorin. Po ti? Atëherë, siç shikojmë, edhe unë po ndihmoj për bimët. Pra, për të bërë një natyrë sa më të bukur, ne fillon tek neve, pra ne duke mbjell bim, do të sjellim përsëri natyrën e bukur. Shumë bukur. Dgjoj, a keni qenë atje te lumi atje në breg lumit? Po. A keni qenë? Po. Dhe keni vu atje qerdhe apo të zogjve? A keni shku me I pa mo? Po, shkuar për të parë se si zogj janë në rritje ose se si janë strehuar në. Po shkoni rrin ato zogjt atje, Po. Pra, okay, është një mesazh fantastik që ju keni dhënë kështu, ndërkohë që unë do marr tani profesor Viktorin, që ka bërë një punë mrekullueshme këtu, duke falendëruar shumë edhe arbrorën, janë gjetje këto projekte. Unë thash se këto nuk do më thonë ndonjë gjë, thjesht pikturë, po mas bërthyn. Janë shumë të zot. Sa sinqerisht, fëmijët e Rrëshenit si janë kështu më burr, në pikturën gjithçka janë të mrekullueshëm. E lexojnë artin, kjo, bravo. Atëherë si ide tani, si skicë u ke dhënë ti? Kjo është një lloj kompozimi në fakt që vetë ndoshta e pak vet, po pak edhe këta, edhe pak edhe profesoresha, që e cila rri shumë bukur në fakt edhe në këtë lloj ambienti, por ky është një mesazh shumë I fortë për gjithë njerëzimin që ne jemi ata që e mbajmë ose e prishim natyrën. Por duke qenë se jemi na vetë që rrim mbi këtë tokë dhe nuk e mbajmë dhe krijojmë këtë lloj ndotje, a jemi këta që mund ta rregullojmë natyrën nëpërmjet këtyre fenomeneve që mund pasëtisë, mbjelljes pemëve të tjera me radhë. Po është uji që në fakt edhe me ujin nuk e mirëmbaj. Nuk dim të sillemi. Po. Pra, edhe ky është mesazhi që natyrën ta mbajmë, ta mbajmë pastër dhe mbi gjeta edhe ujin. Jo, unë shoh dhe I gjë, okay. Ky mesazh është I qartë, po shoh dhe I gjë, domethënë shoh saksinë me cilin është pikturuar. Domethënë qoftë në dimensione, qoftë në ngjyra, qoftë me kështu, është shumë joshse, Normalisht. Edhe nga herë thu mund ta kenë bën vetëm kështu profesionistë. Vërtet, po na jemi, si më thënë, ngjyrat I kemi gjetë në mënyrë të tillë që joshse vetë
shikuesin, por që edhe ti përshtatet edhe asaj idesë për cilën në fakt e kemi bërë. Zonën e kanë bërë. Pra jeshila do të jetë pjesa më e madhe e kësaj morale. Tjetër gjë dhe uji. Toka pak a shumë edhe ajo ka vendin e vet, por gjithsesi janë të dy dorë që në fakt tregojnë atë mbjelljen e mbledhjen e kësaj që e kompozon gjendje të kësaj vete. Dhe rri shumë bukur. O Vitor, duhet flas edhe po fantastike kjo. Shikoj, unë duhet flas edhe për gjë tjetër. Faktikisht muralet janë trendi në shumë qytete, në shumë vende, në Shkodër pash motrën tonë më duhet, edhe Tirana po ka po kështu e tjerë me radhë. E Rësheni nuk është se i shohim në një murale. Edhe realisht po këtu nuk ka qoftë edhe një grafit urban. Grafit urban, po. Që grafitet janë në çdo qytet. Po. Çdo qytet. Vetëm një ditë nuk ka një grafit urban që të ketë diçka, domethënë diçka që të ketë një qoftë edhe një emër. Po. Diku një mura, toka, pale mural, që të shpenzime do gjitha të gogja punë. Morale për shembull një fasad pallati që ndodhet zakonisht për qytetet e mëdha. Ka Tiranë, Shkodër etj. Me radhë. Po të paktën grafitet urbane, ata vetëm se plotësojnë shijet e njerëzve. Dhe i shijojnë ata kur do të kalon aty, qoftë edhe një kalimtar. Po mirë, a është momenti për të edukuar dhe instansat, qoftë kulturore, qoftë të qeverisë vendore të tjerë për të edukuar, në mënyrë që ne Rëshenin, tani janë shumë i bukur Rësheni. Tani ti je shef edhe si piktore, shef është një qytet nga më të bukur në Shqipëri. Por i mungojnë këto elemente artistik, estetik e tjerë për shembull. Dhe është nevoja tani për të bërë një projekt për Rëshenin, që të sillet disa ashtu dhe për Rubikun, si qyteti metalurgëve etj. Me radhë, pra që kemi histori për ta daltuar në për këto moralet edhe për të sjellë më bukur këto. Bile bashkia, paktën bashkia do të ishte sidomos për një morale të madhe këtu. Përveç asaj morales Rubikut, që është punuar, është e dyta herë që bëhet. Por Rësheni nuk ka. Bashkia do të ishte menuar, të ishte një moral të vetën këtu. Po. Jo, se është një pikë që unë nganjëherë, ajo Rubiku është shumë e bukur, por ne nuk duhet të rrim vetëm ke moralet historike. Ato janë moralet figurative, domethënë që kanë artin e sotëm dhe që japin frymëzim, për shembull një nuse të bukur të pikturuar ose bjeshkët tona, për shembull malje bjeshkë që kemi fantastike etj. Nuk e di tani se s'po hyn në detaj. Nga historia, nga arti, nga ku diun, nga çdo gjë, etnografia. Po. Ka elemente etnografike. Një djep nane. Një djep më që janë përkun parta edhe ne. E gjupin e Mirditës, pra ne kemi kryer vlerë, pra imagjino se kemi askund në një vend. Po. Dush objekte që mund të shpalosish atë. Okej. E këtu janë vlerë. Është mirë Viktor që ju piktorët edhe të tjerë me radhë për të ndikuar dhe është mirë për të mbledhur në një lloj, po them workshopi etj. Dhe për të bërë një debat të tillë, një diskutim të tillë, edhe për ta këndvështruar në një plan urban pikërisht për këtë gjë, për muralet, për skulpturat e parkut etj. Mendoj unë. Viktor, shumë faleminderit, ishte fantastike, duhet i falenderoj shumë të gjithë fëmijët që kanë punuar në mënyrë fantastike. Faleminderit. Edhe bravo qoftë. Ashtu. Ti mbaja shkallën se kujdes asaj. Sa bukur e ka të bërë shishi. Ja, kjo shkolla Pashkavasa, shiqja mrekullia është bërë. Edhe unë juftoj edhe qytetarë ndryshëm, madje shihni këtë dhe frymëzoj, megjithëse prind vinë ke fëmijët, edhe frymëzohuni nga projekti i bukur që po bëjnë këta nxënës me Viktorin dhe duhet përgëzoj fort profesoresh Arbrora Leti.